Dhe aty po më fut dhe mua në këtë fazën e ringritjes së vatrës këtu. Prandaj doja që e tregova atë. Unë kam qenë atje në atë mbledhje, kam marrë pjesë në disa takime përpara se të organizoj vatra, që më mirë mos i diskutoj fare se sa ti flas, sepse çfarë do lloj që të kesh dëshirë, do kishim shumë dëshirë, po edhe njerëzit do kishin dëshirë. Teleshikuesit që do na ndjekin. Përpjekjet e vatrës, përpjekjet e kryesisë së madhe dhe të njerëzve këtu që kishin dëshirë të ringrën vatrën, kanë qenë të mëdha. Bile në një takim që nuk u bë te kisha e Shëngjeli, po u bë në një ambient tjetër në South Boston. Kishte ardhur gjithë kryesia e madhe, kishin ardhur shumë kryetar degësh dhe ishin shumë veta. Kryesia e madhe është New York. Në New York është. Atje është headquarters i thonë. Dhe duke diskutuar kështu, mendova të them dhe unë diçka, atje gjërat lëvizën njëherë në këtë krah, njëherë në këtë krah dhe kishte ca gjëra të paqarta. Atje u hodhi ideja që të quaj dega e formuar atë ditë që këta ishin, por që pika e pare nenit që përcakton krijimin e një dege, që duhet jetë numri jo më i vogël se 15 vet, nuk bëhej. Ne 7 veta ishim nga dega e Bostonit. Nuk po flas si u bë ai organizim, sa kohë pati për lajmërime dhe për gjëra, se nuk u punua fare në këtë drejtim, duke sikur po bëhej një gjë vetëm midis sa njerëzve. Me kundërshtimin e disa ishin antar gjendje, pavarësisht se s'kishte degë, edhe unë një antar i tillë isha. Në çfarë viti ishte kjo? Unë tani recently jam bërë antar i vatrës. Kjo është në fillim të vitit 2023. Edhe se duhet të gjojnë edhe muajt e parë të vitit. Në atë takim, unë falenderova të gjithë ata që kishin ardhur, sepse ata faktikisht kishin ardhur për ne, për të na ndihmuar ne të bëjmë degën. Dhe s'kemi pse t'i paragjykojmë, s'kemi pse të flasim gjëra. Por degën ta bënim sipas rregullit, se këtu bëhet ringrihet dega e Bostonit. Nga dega e Bostonit është ajo kanonore, është e gjithë kjo shoqat, është gjithë ky brez. Kështu që aty caktuar një kjo është ajo ditë, është që kemi foton e që bë themelini i degës në 2023-shin, muajt e parë. 17 dhjetor. Kjo është 17 dhjetor. 17 dhjetor. Dhe u dhanë disa, u krijuar një grup nismëtar që ne e quajtëm grup që do mbledh antarësi, do organizoj njerëzit kështu dhe të vim në një ditë siç erdhëm në këtë datë të dhjetorit, që u bën zgjedhjet dhe zgjodhëm neve kryetarin e ri të degës në Boston. Këtu u formalizua ngritja e degës. Dhe unë kam qenë atje, kam kërkuar pak gjëra. U kam thënë, jam këtu te vatra sepse më qelloi që erdha përveç pjesës së Shqipërisë, se çfarë lidhje kisha, kuptohet. Po. Dhe na familje vatran. Bile, ja, këtë po duket te kamera. Tezja, apo jo? Kjo tezja është Mary Thomas. Kush ishte në konferencën? Kush ishte në konferencën e 112 vjetorit të vatrës? Kjo erdhi personalisht atje. Është 95 vjeçe. Burri i saj Thomas. Ka ndruar jetë pak vite më parë, dhe ky ka një kuriozitet
shumë të bukur. Unë kuptohet që kam qenë në shumë aktivitete me të këtu familjare. Ka ardhur dhe në Shqipëri, ka qenë dhe unë, po. Dhe ky kishte ëndër të studionte në Harvard. Dhe aplikoi dhe fitoi të drejtën që mbas vdekjes të qëndronte në Harvard një vit për studime. Mbas vdekjes. Mbas vdekjes. Dhe gjithë periudhën derisa ai vdiq, ndroi jetë, si mund t'i themi, më butë. Tingëllon çike rënd. Deri atëherë ky ishte shumë happy. Ishte më i lumturi se do vende në Harvard mbas vdekjes. Babai i tij ka qenë ndërtues dhe i ka rënë mundësi atëherë të ketë ndërtuar një spital shumë të madh në Kinë. Dhe ky i mblodhi të gjitha letrat e babait, që unë i kam kopjet e tyre këtu, me projekte, me njerëz, me mitinge, me të gjitha, me takime, me ku di unë, dhe mori rrugën, vajti në Kinë te ky spital dhe ja urdhëroi spitalit gjithë shënimet dhe gjithë dokumentacionin që kishte babai i tij. Ishte një gest human, një gjë shumë e bukur. Shumë e bukur, tamam, gest human, shumë gjë e bukur. Dhe kjo tezja ime, si t'i them, erdhi te konferenca dhe foli për gjithë periudhën e saj dhe si punoi në atë kohë në Vatër. Në Vatër. Atje nuk kishte dallime, nuk kishte ti dhe unë, atje kishte ne. Ne. Çfarë bëjmë mirë për? Punë e madhe shumë, me ndihma, me grumbullimin, me këto, me luftën e Kosovës, me të gjitha. Do të thënë, tregonte. Kjo ishte ajo pjesa që u thash unë që vi nga një familje që kam një arsye të mbroj dikë, të kërkoj për dikë. Eksakt, këtë do të thoshja, nëse ka një që duhet ngrej zëri. Dyja që unë thash atje me atë letrën ishte që unë vi këtu dhe nuk dua asnjë post, nuk kam ardhur të kandidoj, nuk kam ardhur të marr ndonjë pozicion, dua vetëm të marr pjesë, të jap kontribut, se të gjitha aty jemi borxhli të japim, jo të marrim. Kështu që nëse ne do e kuptojmë kështu, Vatra do ishte shumë më mirë se sa është. Po, ka vend për të përmirësuar, besoj njerëzit. Do ecin kur shikojnë që gjëra s'funksionojnë, do ndryshojnë, do rregullojnë, do përmirësojnë, do vinë element të tjerë, do të ashtu. Kur ka gjëra që s'pëlqejnë dhe nuk funksionojnë ashtu si duhet ngritur dhe zëri. Kështu ishte kjo pjesa e pjesëmarrjes. Ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë vatranët e vjetër. Ne duhet të trashëgojmë ato gjërat e tyre. Objekti i Vatrës nuk është më ai që ka qenë në atë kohë. Në atë kohë bëj fjalë për të mbijetuar Shqipëria, për të ekzistuar, për të bërë e pavarur, role që Vatra i ka bërë. Dhe nuk mund të përjashtosh nismëtarët e asaj kohe, kuptohet udhëheqësit si Nolin, si Konicën, por nuk mund të përjashtosh dardharët, siniciarët, rajonet e tjera, të Leskovikut, të Përmetit e deri të Rjugu. Dhe deri në vitet 80, Vatra ka qenë me udhëheqje, me antarësi, me të gjithë nga kjo zonë. Nuk ka pasur më lart në Shqipëri antarë tek ajo Vatër. Kanë qenë të kësaj periudhe. Sot lëvizjet e popullsisë, gjërat, arsyet kanë ndryshuar. Normale. Ka shumë arsye pse këto kanë ndryshuar. Unë kam pyetur një nga udhëheqësit tonë të Vatrës. Po e vërtet andej kanë qenë, po nuk më jepte shpjegime pse tani s'është. Kjo s'ka të bëj me nacionalizma, e më the tash, kjo ka të bëj vetëm me Vatrën. Vatrës t'i ruhet emri se nuk mundet të abuzohet me të. Duhet secili të shohën për gjën e përgjithshme çfarë shërben Vatrës dhe Shqipërisë dhe komunitetit këtu.
Okej. Qëndrimi im në vatër është kritik. Atë do të pyesja po thash, u zotova që në fillim. Nuk po them deri në çmas më shikojnë mua si një që duhet rri në vatër apo duhet iki. Dhe unë mendoj që kjo unë ndjej veten të përgjegjshëm dhe nuk kryej veprime të asaj shkalle që të thyej rregullat. Unë jam kërkues të vetja, ashtu siç jam kërkues edhe për vatër. Por kur shoh që gjërat kalojnë në një drejtim tjetër, nuk mund të bëj indiferent. Po normal. Dhe unë jam kritik për vatër. Neve kur punua këtu për ringritjen e vatrës, ishim në peshën e një opinioni jo të mirë për vatër. Bostoni është një komunitet i ndjeshëm për vatër. Dhe të tërë, duke parë opinionin që kishte vatra, dhe s'kam nevojë që ta bëj unë për herë të parë këtë gjë, sepse televizionët, social media dhe të gjitha kanë postuar video të New Yorkut, të kryesisë madhe, të degëve, të personave, duke u zënë me ta, duke bindur dhe kanë përfunduar në gjykat. Gjykata këtu aty kanë parë dhe unë ato kanë parë me video. Unë do jetë në një gjë e jashtëzakonshme të kem një problem jashtëzakonisht të madh që të pëlqej të vë përpara dhe të vete në gjyq kundër një shqiptari. Nuk e pëlqej, nuk e dua kur ta bëj një gjë të tillë. Nuk them që ndodh apo s'ndodh, të se di. Edhe për gjëra, nuk dua që ta bëj. Nuk dua të merrem me këtë gjë se imagjinoj dot. Sepse ekziston përpara marrëveshja, ekziston komunikimi, ekzistojnë këto gjëra. Tani ka disa gjëra që unë po i them pak më poshtë, po çfarë duhet, si mundet rregullohet vatra, unë mund të them gjithmonë. Ndaj me ne, çfarë të shqetëson subi? Kam shumë kuriozitet, dua të di, po jo vetëm unë, edhe unë mendoj që vatra së pari duhet rregulloj objektin e saj. Çfarë objekti ka kjo vatër? Nuk ka më atë që kishte vatra përpara. Duhet rregulloj të mos shkëputet të thot po bëj gjëra të mëdha, po bëj këtë apo atë, se gjërat e mëdha bëhen bashkë kur bëhen gjërat e vogla përpara. Kjo vatër ose çdo degë e vatrës vepron në një territor të caktuar. Atëherë, këtu vepron vatra në Boston dhe ka territorin e vet, dhe antarët i mbledh në territorin e vet. Drejtuesi i vatrës këtu, unë se kam parë të vej tek territori i vatrës në Jacksonville apo te vatra në New York apo të bëj kështu. Janë shumë të vogla bashkëpunimet midis degëve. Ne pritëm këtu një degë të Queens, Skënder Myrtezani, profesori, e përshëndesim. E pritëm këtu me një pjesë të kryesisë, u takuam me ta, shkëmbye mendime, ishte gjë shumë e mirë. Këtë bashkëpunim s'janë me gjithë degët e tjera, nuk mund të diskutojnë degët me njëra tjetrën. Tani, dega e Bostonit bën veprimtarit më të mëdha kryetari jashtë Massachusettsit se sa këtu brenda. Pra, do kryej lobim për çështje shqiptare, për territoret që vuajnë të shqiptarëve, për popullin, për pjesën e popullsisë që është në nevojë apo gjëra të tjera. Si mund të them unë që ti po shkon dhe ndihmon ata që janë të pamundur, që janë dobët, që kanë nevojë, kudo në territoret shqiptare. E para, nuk je
organizat humanitare apo organizat financiare. Dhe nuk ke kapacitete financiare aq të mëdha. Nëse unë nuk i di dhe vatranët e tjerë, sepse këtu s'ka një transparencë që nga dita që është krijuar dega deri më sot, të bëhet publik buxheti, të bëhen financat publike. Nuk janë publike? Absolutisht asnjëherë. Asnjëherë s'janë bërë, as në kryesi nuk ka dalë tabela, ja këto është. Ne kemi pak kohë dhe te Lavëria janë publik, i kemi shpërndar Lavërisë, kryesia të paktën i ka, tabelat dhe bilancin dhe faqen atë statementin e bankës. Sa le kush pengon për çau shpenzuar këto para, pap të renditura. Po, edhe me emra kush ka emra, kush ka dhënë donation gjitha. S'ka asnjë. Hapi gjitha. Për shembull, unë kisha një rast të tillë me lidhur me këtë donation. Çdo njeri që paguan dhe $1, mendon vajtën këto lekët tek destinacioni apo jo. Dhe do një fakt. Një kliente pagoi faturën që kishte për të paguar te dyqani dhe më dha mua këto $20 ke për këtë, se kam atje fotografinë dhe atë kodin për donation. Donation e Lavërisë. Dhe tha, këto $20 do t'i jap për shoqatën. Për shoqatën. Shumë faleminderit, më jep çik emailin, i thash unë. Edhe më dha dhe emailin e saj, kontaktet edhe i dërgove komplet. Dhe unë i pagova nga banka ime, i futa në bank këto $20 e banka ime, dhe i çova nga numri llogarisë i bankës time, i çova tek Lavëria. Dhe direkt erdhi emaili nga Lavëria, Zefri e falënderon direkt personin e emër të Lavërisë. E falënderon direkt atë që te emaili nuk vura të bankës ose timin, po vura emailin e asaj. Dhe asaj i vajti falënderimi. Dhe kur erdhi ma përmendi. Dhe ma quajti bile në anën tjetër që pse nuk besoja unë, tha që ti dashta. Jo, është rregulli jonë. Rregulli. Pra, këta njerëz që hedhin lek, të ndihesh mirë, ta shikosh vetë ti se ku vajti. Ti kur të ndaloj në rrugë, ai nuk të shikon me dyshim, i dhash unë kaq, po s'mi përmendi, s'më tha një herë unë ki mora. Aq më tepër bilanci pastaj. E kupton, kështu që është problem. Pjesa e lekut është shumë e prekshme dhe është shumë ndikuese dhe tek antarësia. Unë mendoj që kjo duhet rregulluar. Është një gjë e madhe. Ky problem është edhe me federatën. Që kur kam ardhur unë, ajo ka një kështu nen, më duket neni 40. Është kryesia e Vatrës, duhet të ndjek raportin dhe të botohet në buletinin e Vatrës në çdo 4 muaj buxheti. Unë se kam parë një herë të vetme të botuar që nga koha që kam ardhur. Kryesinë e madhe të bëj ose arktari. Ose arktari. Po, ose arktari që të bëj publike buxhetin. Ku janë, ku vend lekët? Sa janë lekët? Ose nuk ka, është në problem, është në hall. Shoqatat, pra dega dhe kryesia e madhe, nuk duhet jenë prona private. Paguan kryetari nga vetja, nga xhepi, nga kështu. Nëse bën donation, çoj tek llogaria e Vatrës. Të evidentohen, nesër do të thonë po, ti ke paguar nga llogaria jote, ke bërë donation, më i madhi ti ke bërë. Edhe do t'i dihet ati që ka bërë. Po kur nuk deklarohen pagesat të tilla, nuk funksionon, është një gjë do flasësh me tjetrin hapur ballë për ballë. Është gjë pse e sikletozës, pse e rri fshehur me këtë. Kështu që kjo është ajo problemi të kësaj. Ndërsa drejtimet për vendimet që merren janë më shumë individuale. Në përshtypjen time, aq sa di unë. Sepse janë shumë veprimtari të tjera që nuk janë të diskutuara në bord. Unë mendoj që duhet jetë një vendim për të paguar ca lek në një vend për bordin, nuk do të jetë kryetari, ose
Nëse e bën kryetari dhe s'ka kohë të mbledh bordin dhe duhet bërë një pagesë, norma është në të gjitha organizimet e tilla që në mbledhjen e parë të kryesisë ai raporton për atë vendim që ka marrë vetë dhe ja miraton ose nuk ja miraton kryesia atë veprim që ka bërë. Kështu ai është i hapur me kryesinë, nuk ka gjë për të bërë privatisht. Kështu është, punon, është një shoqat për komunitetin, nuk është një ndërmarrje private. E njëjta gjë kam mendimin se funksionon edhe në kryesinë e madhe. Nuk janë vendime të kësaj natyre. Kështu që nuk e di. Si dega edhe qendra, unë e them që nuk janë 100% të sakta dhe korekte me sekretarin e shtetit ku janë regjistruar. Nuk ka justifikime për këtë dhe për atë. Kam parasysh një herë kur po lexoja për të marrë patentën dhe lexova librin që rregulloren e patentës për të marrë patentën. Dhe në një vend thoshte për ripin. Unë nuk kam thoshte, nuk do të pranohen justifikime që sapo dola, sapo hypa në makinë, apo tani do zbres që kam marrë ripin. Do të thënë, kur atje në rregullore shkruhet me element kaq të vegjël, si mund të pranohet një arsye pse nuk është ekstrakti me njerëzit që janë korrekt në detyrat në vatër. Atje ka një nen. Nënshkruaj me përgjegjësi që këta janë të zgjedhur. Kur ata nuk janë, nuk po flasim për përbërjen, kanë konflikte, janë me njëjta deg apo të zgjedhurit për kryesinë e madhe, apo janë njerëz që kanë konflikte me fis, me far, me varc, me kështu e me ashtu, është tjetër gjë. Por korreksin për këto duhet të qëndruar. Për çfarë bëhet? Po. Se në fundit, në qoftë se sot dega jon s'ka kryesi, se kryetari do ta freskoj, që nga maj më duket, s'kam parë një publikim në faqen e Vatrës që është freskuar kryesia. Nëse ati do t'i duhet një gjë, do përdori emrat që ka te sekretari i shtetit dhe në mënyrë ligjore ai është i justifikuar, e kam unë atje se i kam deklaruar atje dhe si kam ndruar. Atje thuhet për çdo ndryshim duhet të bëhet update. Kështu që janë gjëra që nuk funksionojnë, nuk duken mirë, që mund të rregullohen. E kupton? Gjë tjetër është pasqyrimi i veprimtarisë, fjalë është çështje tjetër që se si e mbajnë. Për shembull, unë kam eksperiencën time me gazetën Diell. Në fillimet tona unë nisëm mirë, më pas i kemi marrëdhëniet e ngrira dhe editori selekton shkrimet dhe i gjithë mendimi ndryshe në Vatër nuk pasqyrohet në shtyp. Këtë e them me kompetencë, t'i jap shembulla, po për këtë nuk kam nevojë unë të përdor tani për publikun e gjerë. Mundet që kush të doj, nga dega këtu, nga kryesia e madhe, nga juristi i Vatrës, ulemi në tavolinë dhe i flasim. Ku të dua? Ja, pse jo? Unë jam i hapur, dua Vatrën përpara atyre. Të dua dhe ta theksoj, po të pres për një sekond, dua ta theksoj, podcasti unë është i hapur për këtë do, dhe moderojmë çdo lloj debati dhe jemi të hapur për cilin do. Jo vetëm për Zotin Subi që kemi këtu, po këta janë shqetësime që duhet shqetësojnë edhe mua si antar i ri i Vatrës. Duhet na shqetësojnë. Po. Nuk e thash
problemin e Këshillit të Vatrës. Është një ngjarje shumë e mirë për degën tonë. Ishte viti i parë i degës tonë, disa muaj mbas ringritjes së saj në 17 mars në Cambridge, bëri mbledhjen e tij Këshilli i Vatrës. Në atë këshill, unë kam marrë një mësim shumë të mirë. Do të më ka vlejtur mua të shikoj, të reagoj brenda vetes. Ashtu siç thash që ngjarja tjetër për mirë, për komunitetin tonë dhe e shoh një shpresë që ku shqiptarët bëhen bashkë mund të arrijnë çdo gjë, që është Philadelphia me bijtë e Shqipës. Atje ishte një mrekulli për mua. Te fotua që më dërgove, është ajo fotua me derën dhe misije, vazhdo më lart shikoj dhe do ajo ishte një mrekulli atje. Do përpiqem ta postoj. Sepse ndërtimi i asaj shkolle, pavarësisht si erdhëm deri aty, largova dhe s'dua të largohem. Pastaj ne kemi në një herë tjetër. Ndërtimi i asaj shkolle u bë me kontributin e shqiptarëve. Dhe ndërtuesit ishin shqiptarë. Dhe ushqimin e bënin këta vetë ose shqiptarët u aqunin atje kur ta punon. Atje të gjithë specialitetet që ishin në ndërtim shkonin atje dhe bënin pjesën e tyre, merrnin përsipër pjesë të ndërtesës. Njëri hidraulike, njëri karpetieri, njëri murin, njëri rufin e merat. Dhe nëse kjo është fotoa që po flisnin sot së biç, që dalë fotografi. Kaq pata mundësi për momentin. Dhe dera me shqiponjën atje dhe dera me shqiponjën. Një gjë shumë e bukur, shumë mbreslënc. Dhe të gjithë këta specialitetet kur vinin aty, më tregonin disa nga ato që pyeta aty. Unë jam hidraulik, çfarë pjese mund të bëj unë këtu te Godina? I thonin ata që Godina është kompletuar me këtë funksion. Okej, me që unë nuk bëj dot me këto, urdhroni pjesën time një kontribut, këtë kam. Dhe dorëzonin kontribute, dhe ata që nuk venin dot të bënin më punë atje. Dhe ky unitet atje e bëri atë që të vlerësohet dhe të ekzistojë. Dhe në atë fest, ushqimet shqiptare, ujë Lajthiza ishte. Ujë Lajthiza ishte sponsor? Po, ishte në tavolina, free. Dhe çdo gjë atje, kostume, flamuj dhe të gjitha shqiptare, këngët shqiptare, vallet shqiptare, biletet e porta ishin 3 makina policie, ata policat ishin të trupës së qytetit, por ishin shqiptarë. Dhe ishte shumë interesante. Shumë gjë e bukur. Ne që atëherë kishim atë idenë për të ngritur shoqatën Labëria dhe unë po mendoja për pjesën time çfarë do bëj atje. Por kur pash atë situatë atje, unë u tërhoqa në veten time. Për çfarë i duhet një shoqat tjetër Filadelfias? Nuk ka nevojë. Labërinë mund ta realizojmë me një grup lab që të marrë pjesë në festat e tyre. Dhe s'ka nevojë të bëjmë shoqat. Do të në atë nuancën që pse të krijojmë grupim tjetër këtu ne brenda atyre. Janë mirë dhe ata që janë të shkrihen në një. Dhe ajo është ajo ideja që të bëhen bashkë. Kjo ishte vepra e madhe që bëri Vatra, që shkriu të gjitha organizatat dhe i bëri në një, i bëri në federat. Këtë gjë Vatra se bën dot sot. Më është e pamundur. Është shumë e vështirë sepse secili ka fushën e tija, funksionin e tija dhe s'ka ndonjë motiv për çfarë bashkohemi tani, kë do luftojmë, kush do na sulmoj, kush do na ashtu. Çështja shqiptare është e çdo shqiptari. Unë për shembull respektoj jo vetëm çdo individ, po dhe dy veta nëse janë mbledhur të bëjnë një aktivitet dy shqiptar, për çështjen shqiptare unë i respektoj, atë mundësi kanë, aq to bëjnë. Do të thënë duhet t'u vlerësojmë punën të gjithë. Edhe Vatrës patjetër që duhet i vlerësohet puna, aq më tepër që erdhi emri prapë në Boston. Është
mirë, ka regjistruar kaq veprimtari, do të bëj mot më shumë, do të bëj vitin tjetër më pak, po më kualitive apo tjera. Këto janë çështje programi, çështje vizioni të grupit drejtuese me radhë. Por ngjarjet që ndodhen në Këshillin e Vatrës, mua mendoj çdo njeri normal atje duhet ishte shumë i pezmatuar. Të marri kuvendi, Këshilli i Vatrës, të marri kompetencat e kuvendit. Është e papranueshme. Është shkelje e kanunit direkt. Të pranoj Këshilli një dorëheqje formale të kryetarit të federatës dhe të thot atje e kalove këtë të japim të drejtën prapë. Se ka Këshilli. Këtë të drejtë e ka kuvendi. Të ndroj, të shkurtoj, të shtoj numrin e antarëve të kuvendit, të Këshillit, më fal. Nuk e ka Këshilli. Është ajo, është neni 29 i kanunores, i cili thot Këshilli i Vatrës përbëhet nga 33 antar. Kuvendi shton apo heq në bazë të antarësisë numrat e këtij këshilli. Kështu që nuk ka drejt Këshilli të shtojë antar të tij. Ishte një shembull që nuk e di me sa pa ashtu, nuk e di, u quaj fare normal që në fund të mbledhjes masi po çoheshin njerëzit, tha njëri, më falni, kam edhe një minutë, unë propozoj filani ta bëjmë antar këshill. Dakor, thanë gjithë e shkruan, dhe ditën tjetër në gazetën Dielli, kur u botua Gazeta e Radhës, në antar këshillin listaj. Nuk e di unë nëse është pjesëtar në një Vatër apo s'është në një deg Vatër, nuk e di fare këtë gjë. Po di këtë gjë, që bërtiste më shumë nga të tjerët duke sharë personat që ata përjashtuan në atë këshill. Po, prandaj mos e bëre. Po. Dhe gjithë njerëzit të flistin atje me atë fjalor, aq të ashpër, aq ofendus, që nuk i gjente fjalori fjalët për njëri tjetrin, për disa njerëz që këta i kishin përjashtuar. Se kështu? Shumë. Këto janë gjëra të kanë plot arsye dhe mund të diskutohen në muhabete më të tjera. E marr vesh. Janë çështje gjyqesh dhe aty përjashtojnë ata në mënyrë të hapur dhe online që për votime të fsheta për të larguar një njeri, ta çregjistroshë këto, mbase duhet jenë të fsheta, nuk jam i sigurt se nuk përshkruhet gjë kjo. Dhe është një nuk e di, kam qenë i shokuar. Edhe kjo është ajo për çfarë dua që të mos flitet më për këto, po të rregullohen. Se aty s'kan ardhur të ndajnë diçka të tyre, kanë ardhur të bëjnë një punë të përbashkët, janë vullnetarë të gjithë. Përse do bëjnë në këtë egërsi? A do ketë njerëz që do e thyejnë disiplinën, që do kundërshtojnë? Po do ketë. Po nuk mund që këta njerëz t'u japësh vetëm masën, ta shpërsosh më masat e tjera ti se do rregullosh disiplinën në Vatër, nuk bëhet kështu. Ti nuk i ke marrë njerë këta njerëz, kur pyeta disa nga drejtuesit e mëdhenj që kishin ardhur, i thash ti në rolin e kësaja, privatisht, ke takuar ndonjëna këta njerëz që udhëheqin të tjerët në luftë kundër Vatrës. Më tha, me ata nuk flitet. Unë pyeta, a ke takuar, ke tentuar të takosh njeri? Tha mua jo. Atëre ç'a do zgjidhet? Njëra palë rrinë atë llogore, tjetra në të llogore, qellojnë njëri tjetrin dhe qytetarët e Bostonit minimalisht shikonin spektakël në New York dhe na thoshin neve ç'donin Vatër. Përse do ndodhin?
qa morën në fund kur ikën të dy palët? Si a ikën ndonjë në vatër dhe a iku? Qa morën? Për çfarë e bën? Çfarë i dhanë? Shkytetrim i dhanë njerëzve. Kështu që janë gjëra të ashtu. Unë A di qa më kujtua ta 5 minutë? Një fjalë se ku e kam dëgjuar si kuat, kafshët merren vesh me njëri tjetrin me nuhatje. Ti ja dhe ty një qik break dhe kjo kafshët thoshte merren vesh me njëra tjetrën me nuhatje. Njerëzit me muhabetin, me bisedimin, sepse bisedojnë, kjo është që i zgjidhin muhabetet. Unë pa tjetër të ulesh, të diskutosh, të flasësh. Unë ka pasur takime me individ që kanë qenë funksionar në vatër dhe janë përjashtuar. Si në Jacksonville, te festa e asaja, tani po I kaloj një ca gjëra kështu. Qa kam ndjerë vetë, do me thënë janë kështu, këta të mos I quajnë këto që mere me njërin apo me tjetrin, nuk kam të bëj. Unë këtu tani jam në gjithë të pjesën e fundit të vatrës, nuk kujtoj kostumin, nuk kujtoj labrin, nuk kujtoj shkollën në fshat, apo nivicën, po jam thjesht futur këtu te vatra dhe si një pjesëtar I saj, si një funksionar, në aq funksione sa më ka vënë, pavarësisht se nuk jam në një synus I madh në këto. Në emër të këtyre po e vazhdoj bisedën. Nuk kam asnjë ndikim të jashtë këtyre gjërave. Dhe unë takova 2 prej tyre në Jacksonville. Dhe ata po thuaj se përdornin në publik sa fjalor të përshtatshëm. Jo të përshtatshëm. Dhe unë thash, vatra rregullohet dhe fillon nga ju, I thash. Që nga momenti që ju nuk do përdorni më sharjet publike, po duhet afruar tek të biseduarit. Dhe aty do zgjidhen. Reagimi me thënë të drejtën, jo të burnojnë gjë për vete, po unë kam parë që mbas atij takimi ata nuk kanë shfryrë në atë mënyrë më. Do të ishte një gjë shumë e bukur. Atë do të është gjë shumë e bukur, të paktën kanë reflektuar. Në një shprehje 2 funksionarë të tjerë të kryesisë madhe aluduan midis tjerëve dhe për mua, sepse në një pjesë të fjalës së tyre vetëm unë isha që kisha kryer ca veprime, ca shkrime. Dhe tha, këta që bëjnë këtë, vesh shqiptar nuk besoj se janë. Dhe unë kur vajta në Detroit, vajta I takova. Ula me ta, bëra bisedë shumë të kënaqshme, shumë të këndshme, shumë të qeshur, të mirë dhe funksionale. Dhe I thash ja, ai që nuk është, ai që mendoni ju se s'është shqiptar, I thash unë ja këtu është përpara juve. Dhe nëse keni fuqinë më keni heq nga shqiptar. Mbase I thash unë, mbase nuk jam. Po unë kam një gjë tjetër, jam të paktën lap. Dhe po e keni heqë gjithë labërinë, më keni hequr dhe mua, I thash. Unë shu që mua së më nxini dot nga Shqipëria, I thash. Edhe biseduam në gjërat shumë korrekt, shumë mirë, unë I falënderoj të dy ata. Ishte një kënaqësi. Dhe unë them që mundësia për të rregulluar është tavolina. Është ku ka zgjidhje më të bukur, ku bisedon. Dhe unë e shpresoj gjithmonë këtë gjë. Do të bëhet bisede pranueshme. Unë shpresoj gjithmonë këtë gjë dhe ka plot gjëra me qa të merremi këtu, pa udhëtuar shumë tutje, çështje dhe mëdha nuk I kanë mbetur tani vatrës. Le të bëj më të mirën, le ta bëj. Po siç thonë ata, nuk është më vatra një satelit që vren të tëra zhvillimet. Po t'ishte kështu vatra, edhe ai kryetari I madh që vren Ballkanin, apo kryetari jon që viziton Kosovën,
Në vendlindjen e tij u shkel flamuri, u prish nga dy, u shtyhe, u bë me makinë, u bë një ngjarje. Është një incident. Ishte, po. Nuk them kjo do përgjithësohet. Buqitën, se por unë nuk mund ta pranoj që të thuhet në raportimin e policisë ishin dy adoleshentë, dy të mitur. Si mund ishte i mitur kur ai drejtonte makinën, e lanë iku me makinë. Pra nuk pranohet. Nuk pati asnjë reagim nga Vatra. Ishte në vendlinjen e kryetarit ton. Unë do të ngjë fshati im, do hidhesha. Andej është kryetari jon. Të ndodhte një gjë në fshatin tim, unë do hidhesha, nuk do e duroja dot. Jam dakord në një moment me rast sporadike, po kjo s'është rast sporadik, janë për gjëra të vogla, po kjo hajde se u zu me një shoke, po jo, kjo është shumë e madhe. Shiko, gjërat që janë të prekshme dhe kanë ndjeshmëri. Sa do thoshe, kanë ndjeshmëri shumë madhe. Reagimi opinionit publik, aq më tepër institucioneve që pretendojnë që janë pasërtia e komunitetit. Ka një të tërë që luftojnë për atë flamur. Duhet të reklamoje, duhet të flisje, duhet të reflektoje. Nuk do bëjë ndonjë gjë. Dhe unë nuk them që mbas kësaj pse nuk folëm ne, do bëhet nami, do bëhet, është reagimi, është ajo çfarë të prek ty. Nëse të prek një gjë jashtë në komunitetin, ja ku e ke, thuaj e llafi. E kupton, kështu që nuk hajde. Përgjithsisht unë shpresoj shumë. Jam i hapur të ndihmoj dhe ato që më kritikon dhe ato që ta dëgjoj, të reflektoj. Ajo që the ti Subi. Unë e pranoj, çfarë duash ti e pranoj. Po më bind. Ulemi në tavolinë, biseda, se debati, biseda, sjell zhvillim. Si do i zgjidhim, si do ecim përpara. Bëj një debat me fëmijën tim. Fëmia gjithmonë rinë në pozicionin e fëmijës. Ndaj prindit. Dhe unë kur e dëgjoj që propozon një diçka, i kërkoj më bind deri në fund dhe vendose ti, jo unë. Më bind. Dhe unë nuk dua të ma anë për asnjë. Pretendoj që të ha logjikën, të qëndroj tek ajo që pranohet. Është eksperjenca se si ke kaluar shumë në jetën tënde dhe ke shumë që është për mendimin tim dhe opinionin tim dhe për moshën edhe për çka ke kaluar edhe ke një background të admirueshëm, duhet ishe patjetër, duhet trajtoheshe mendimi im personal, duhet trajtoheshe si senator atje. Si senator në kuptimin dalë të marrim dhe një mendim se Subiu është i rrahur nga jeta. Mos na hapun se më josh dhe mua të filloj tani të kërkoj Subi, gjitha të CV që lexova, gjitha të CV që vjen natyralisht. Një mendim. Gjërat vijnë natyralisht, vijnë duke biseduar, vijnë duke folur, duke u shoqëruar. Ja. Por po e bëjmë kështu e Subi, kemi këto 2-3 opsione. Kjo që the me djalin. Kemi këto 2-3 opsione. Si mendon ti, si do bëjmë me këto opsion? Pëlqen ky i pari, dyti apo i treti? Kërkojmë një mendon. Se senator tingëllon si dhe titull se flasim për senator të bërë. Sinqerisht, unë nuk... Kush nuk e do? A vete unë këshilloj me baban tim? A vete? Si çdo familje, çdo gjë, po them sinqerisht, dhe ata kur duan të bëjnë një diçka, që nuk janë sigurt, pyesin një herë. Ose unë dua të bëj diçka, pyes ata përpara. Okej, kam familjen time, po vete e marrë një tek baba im, një oba, këshu kemi këtë problemi, si mendon? Po është gjë e mirë, s'vjen asnjë keq. Po është 75 sepse vjeç. Ashtu si në familje, që djali me prindin nuk kanë ndonjë konflikt, nuk kanë ndonjë interes të veçantë, e kanë bashkë interesin. Te Vatra, të tërë kanë bashkë interesin, është Vatra. Flasim për Vatra. Të vemi më konkretisht, atje kur u krijua Dega, unë thash një gjë, të mos merremi me gjëra të mëdha, thash. Të merremi me këto këtu, me këta njerëzit këtu. Për shembull, ka njerëz që
janë sakat, që janë flën jashtë, s'kan mundësi, Si mund ta ndihmojmë? që janë në nevojë. Po ne s'kemi ndihmuar këta në nevojë këtu, ne s'kemi një evidencë. Ne s'kemi një evidencë të familjeve vatrane. Dhe ti kemi mbledhur një herë ose tu kemi vajtur në shtëpi. Përveç ndonjëri që e marrim gjithmonë me vetë. E kupton? Për çfarë është? Ku janë këta njerëz? Ata, nëse nuk respektohen ata në vatra, ata kanë gjithë ata njerëz mrapa. Që respekto ketë për vatrën. Nuk po them pastaja substancën që duhet të bëjmë. E E marrësh. kupton? Kështu që ne duhet të mblidhemi te vatra, ne duhet të mblidhemi te kisha e Shëngjergjit dhe rrotull këtyre të dyjave ta mbledhim komunitetin. Eksakt, edhe unë nuk ti subi 65. Jo, shto. 67 më duket. Po, 67, po. Domethënë isha në atë, çfarë të keqe, mendimi im personal edhe dua ta ndaj, çfarë të keqe mund t'i japësh ti? S'ka asgjë të keqe që ti mund t'i japësh vatrës. Në këtë moshë që je, ti je xhevahir, në aty vetëm do marrin, do blejnë. Me si mund ta trajtojmë këtë gjë, valla? Si mund të bëjmë këtë? Ç'a mendimi ke? Na jep një ide, një gjë. Ku besoj se qëndron mendimi im personal, gjë e keqe në shpirtin tënd, kur arrin njeriu në një moshë, siç je edhe ti, se të erdodhemi atje, ti dita ditës kërkon të përmirësohesh, të jesh dhe të japësh tek njerëzit gjën më të mirë të vetes tënde. Do jetë një nder që të kenë, është nder që të kanë atje. Mendimi im personal është, ku ka gjë më të mirë, është si të trajtohet të kenë si baba atje në kuptimin që unë kur shikoj njerëz që janë me mosh, i shikoj si baban tim, domethënë. Shiko, dhe te fshati im në fillim nuk kuptonin ç'a po bëj me këto festat dhe thonin kush e di sa lek ka marrë Subiu me këtë festën. I thonin këta tjerët, ke paguar gjë ti? Jo. Po ç'a ke? Dikush më tha mua, kush do paguhet, kush do i paguaj këto, kë do paguani në festën e fundit. Të kjo që ishin 2024, që ishin në Dhe i fshat. thash unë, po, i shef këto dy bloqet, këtu një është fletëhyrje dhe një është mandat argëtimi. Kush do sjelli lek, do t'i jap një kopje dhe tjetra do Që rrinë ta në blok. ketë me atë që Dhe kush do paguhet, do t'i jap një flet nga ky bloku tjetër dhe do ja tregoj çdo njeriu që ka kontribuar qoftë edhe me $1. Po unë s'kam pse do i them fshatit, shikoni se kush i pagoi, kush i mori, të bëjnë llogje. Pra ati që ka hedhur një investim do ja jap. ja jep vetë përgjigjen fshatit, ai që do marri Po. lekun kur e ka hedhur, ka S'ka marrë çfarë fletën e po. investimit, nuk flet njëri, Po. se sot ai valla, kur i kam unë në rregull me Dhe- Subiun gjërat, çto ti. Unë shtoj dy fjalë për këtë festën e fshatit. Ja, kemi kohë. Ah. Jam blessed, si thon, jam i bekuar Vetëm- Subi dhe nuk dua. vetëm mos- Prandaj s'kam mos përprer jo, që mos jam i të bekuar që të kam dhe që të dëgjoj. E ke nuk ta them me Këtu shpirt. jemi. Yeah. Ne nuk dua që të thuash nuk ma plotsove programin, dhe po shtoj sallatë, se nuk e di sa ke kohë dhe Plot si sa jemi. duash, plot sa duash dhe ulemi dhe dera shapur, ulemi sa herë të duash. Nga viti 2010 deri në 2024 nuk u bë asnjë festë në fshat dhe unë gjithmonë kam vajtur, kam bërë kontakte e gjëra dhe më mbeti kishte ngelur si peng, si nuk u ngriti një njeri ta bëj. Dhe unë do shkoja për punën time atë vit, po si gjithnjë i planizoj në minutë fundit. Dhe ishte shumë kohë e shkurtër dhe thash, E shkurtër, po të bëj ndonjë gjë thash. bëra gabim fatikisht, se po kishim shumë foto dhe doja të ishte fokusi i gjithë tek tyja, por bëra gabim që të kisha nxjerrë në një video të shkurtër që çfarë organizove atje. Kohë e shkurtër, por 2000 veta atje. Vetëm te ajo Facebooku im janë Doli i llafi këtej Subiu me një fshkëllim, lodhi 2000 veta atje në shat. Kisha një dëshmitar këtej nga Massachusetts, përveç atyre fshatarëve të mi që më ndihmuan. Unë duke vrarë mendjen çfarë duhet bëj një gjë ndryshe, bashkë me një fshatarin tim, përgatita logon
Mirë se vini në vendlindje, emrat e fshatrave, Nivis dhe Regjinës, edhe këtu doja që t'i bënim bashkë të dy fshatrat. Dhe datën, 28 gusht 2024. E bëra në program vektor, që s'madoje sa të duash, ajo s'prishte rezolucionin. Dhe më ndihmoi ky djali ta çoja në New York në Times Square. O e nxorët në Times tek e nxorëm atje televizori i madh. Po, e nxorëm atje, e regjistroi atje dikush këtë se asnjë nga ata që nxjerr reklam atje nuk e shikon vet. Po vetëm e regjistron dhe e shpërndan. E shpërndan. Sa më thonin e ke sajuar, e ke rregulluar. Jo, ishte reale, me pagesë, e bëra dhe pagesë. Dhe e mora atë dhe e hodha për njoftim. S'kishte nevojë të lajmëroja unë njerëzit për të ardhur. Të gjithë fëmijët, të gjithë adoleshentët, shik ku ka vajtur fshati jonë. Dhe ja shpërndanin dhe atyre që s'kishin lidhje me fshatin. Më mbahesh mend në breza thubi. Dhe po, si do majmë do majmë aq sa do majmë. Eksakt. Dhe pastaj fillova organizimet që këteja me një komunikim të përditshëm me njerëzit, për ushqimin, për vendin, për njërën, për tjetrën. Dhe më ndihmuan, unë një video për atë fest nuk e kam nxjerr akoma tani që do shkoj, se do shkoj në Shqipëri tani. Ja, më the që do ikesh tash i sapo. Do merrem me atë video një ta përfundoj, ka regjistruar 2 operatorë të RTS-s në pension. Po do janë profesionistë, do bëjnë punë të bukur, pa diskutime. Ka metur diçka mangut nga unë dhe unë do vete ta plotësoj. Dhe ajo fest, rreth 400 karrike i morëm nga Dropulli që i shtruam atje në festën e fshatit, në shesh. Organizimi papa. I gjithë mishi vendas dhe ushqimi. Nuk u mor. Kishte me bollëk deri në mëngjes. Përgatitën restorantet edhe këto të zonës, bujtinat e zonës atje dhe familjare dhe ca kështu. Ajo ishte një gjë, do thënë mua më shumë gjë e bukur. Më ka bërë goxha efekt. Edhe atje mora zëmër që thash do ta bëj edhe në Harvard me Labrin. Dhe një nga gjërat kryesore, përveç cilësisë, diskutimeve, performimit e këto, ishte pjesëmarrja. Dhe unë do ta mbushim sallën, dhe salla u mbush thuaj 2 herë. Kështu që unë jam gati të mbledh njerëz edhe te Vatra, edhe tek kushdo komunitet që duhet të bëhet një gjë e mirë, po të mos abuzohet me njerëzit. Mendimi personal subi është përfundimisht tani që të mos të mund të admiroj vazhdoj më. Unë prap jam po ky. Unë kam një linjë time me parimet e mia. Unë i gjykoj normale të tjerëve, su pëlqejnë, nuk ka rëndësi kjo gjë. Dua që të jem një antar i pranueshëm i komunitetit, se nuk do bëj çuditëra. Por jam gati t'i çoj njerëzit atje ku duhet bërë një gjë. Është timi, s'është timi. Unë shkoj te Mazbesa. Bëj foto, bëj gjërat, kam vajt në Harvard, kam bërë foto, edhe u aqoj, unë s'kam kërkuar shpërblime dhe nuk dua. Shikoj ndonjëri ka paguar ore. Më ka dërguar në një kafe po merre. Shikoj gjithandej në për evenimente që kam ndjekur kohët e fundit se me kishën kam vajtur. Që nga nëndori kam komunikim të mira me Peshkopin, me Bobin, me drejtorin atje David Costa, me Dimitraj Demirin, kryetari i bordit të kishës. Me të gjithë, me Nekën, Neka është e veçantë, e përshëndesim. Edhe, kështu që s'kam se e bëj me dëshirë. Kuptohet, në pa mundësi, që të mos kem mundësi dhe unë nuk do bëj një gjë, po kur i kam mundësit, unë i bëj, nuk i kursej. Pse jo? Këtë gjë e bëj të ndihmoj këdo, që e shoqit do një nevojë në rrugë. Nuk është. Çfarë mendimi keni? Hajde, konsultojmë, hajde ulemi, flasim. Mua më keni pronto tërkohën. Ku ta gjesh një njeri të tillë që është të punosh për PR-in, të punosh për subitje në çdo
kohën e atje kur vi që kam qenë, unë nuk se një vit se kam bërë vitin që po i ndjek të gjitha, që kur kam hapur podcastin, po subi ti je në all over the place atje, si mund ta them çdo vend. Po, dhe për filmime, dhe të gjitha me grupin Labëria, tako këtu, tako atje, shikoj jep respekt njerëzve, vinë gjithë takojnë. Po dale se e shikojnë si reagojnë njerëzit dhe respektin që tregojnë ndaj teje. Njeriu kur arrin një moshë 60-70 vjeç, tek të 70 ato nuk të arrit ajo, do ta mbaj 67. Po ka vetëm meri në dorë. Po është hajde të bisedojmë, hajde të ulemi dhe ti rraj problemet, ti mbledhi. Je vlerë shumë e madhe për komunitetin. Në këtë mënyrë e shikoj unë. Ore, dëshira ime është që komunitetin shqiptar gjithmonë ta shoh bashkë. Se jo, kush më do? Për shembull, mund të avancoj dhe në ca gjëra që tjerët mbase nuk i pëlqejnë ose dikush e mendon. Vatra ka shtëpinë e saj, e ka në Boston. Dhe gjithë aktivitetin e ka pasur strumullar, ka pasur kishën e Shëngjerit. Kishte para autokefale, shqiptare. Tani për pa mundësitë ekonomike, për arsyet e veta, të gjitha bletët. Kosheria ka qenë në shoqëri në New York, e drejton Drita Kokalari. Që është prapë bi nga Nivica. Jo, Kosheria përmend as shumë erdhi. Unë jam dhe bilingull, që do më vjen dhe anglisht dhe shqip shumë shpejt. Në një të ardhme, unë nuk e di sa është mundësia. Po ai që do Vatrën e do, si të jetë këtu, si të jetë në New York, duhet të jetë e nderuar në çdo vend që është. Dhe mundësia fizike për drejtuesit e Vatrës me që jetojnë sot në New York, mase është selia atje. Po Vatra ka një godinë atje. Mund ta mbaj, mund ta shes, mund ta përdori për këtë, është çështje e saj. Po nëse do të krijoheshin kushtet, për shembull disa nga shoqatat këtu kanë filluar të hedhin idenë apo të investojnë, për shembull kanë parë Mbasbesën, që e kam dëgjuar atje në ato eventet e tyre, që mendojnë që të grumullojnë një fond të tillë që të marrin ose të ndërtojnë një qendër shqiptare. Dhe aty të kontribuojnë të gjitha shoqatat. Po pse të mos merremi të gjithë me këtë gjë? Pse të mos merret edhe Vatra me këtë gjë? Të mbushemi me energji të keqe. Pra, kur them Vatra, them edhe me New Yorkun. Pse të mos vi te rrënja, te shtëpia e vet? Shkon energjia. Kush e pengon Vatrën të vinë në shtëpinë e vet? Janë këto kushtet e tjera që thashë, janë të arsyeshme. Po gjithë ajo energji shkon në drejtimin e gabuar. Pse mos të them drejtimin e dur? Duke lëvizur Vatra, unë mund të them për shembull nga njoja që unë kam, ka lëvizur Vatra nga Boston i vajte në New York. Janë ngarkuar, është një dokumentar, janë ngarkuar kutijat me arshivën, me të gjitha. A janë të gjithat e Vatra këto? Unë nuk besoj se janë të gjithat e Vatra. Ka një komision që ka bërë dokumentimin. Po, E arshivë. dokumentat gjitha që mbajnë, dokumentat e vjetra. Te biblioteke Nolit nuk e më letra për Vatrën, ke një dosje të vogël. Po letrat e tjera kishtare të Nolit e dokumentacionit i është, po të Vatrës janë me Vatrën. U zhvendosën ato në New York. Dhe ngarkuar kamion. Tani, unë të vetë të kërkoj atje e gjë, apo se gjë ato që kërkoj. Njerëzit është shumë shqetësuese. Kjo është një çështje delikate, sepse shumë njerëz që shkruajnë bëjnë për Vatrën, dalin një ditë thotë dhurojmë Vatrës një libër origjinal të këtija. Dale. Se ato ishin Vatrë. Ku e gjeti atë? Nga erdhën. Pra ka shumë partizan mbas beteje, ka shumë kapetan, ka shumë general. Por e mira është që gjitha të ndoshta një ditë ajo do kthehet në vendin e lindjes, ndoshta. Mbase sa të zot jemi ne këtu në Boston ose njerëzit që do e zhvillojnë këtë punë më tej, do të jetë një gjë shumë e mirë.
Le të më shajnë pak mua që u them do u marrim vatrën nga New Yorku. Pra ne nuk e marrim, ne nuk marrim ta çojmë diku, ne kthejmë në vendlindje. Ore vdes një njeri dhe në fund e çojnë, do të marrim, do të çojmë në veshtrat në vendlindje. Sa do thoshja. Le të mbyllet vatra një ditë. Le të mbyllet, s'ka më objekt njërin tjetër, le të mbyllet. Nuk është turp që të mbyllet. Është t'i ruajmë deri vatrës se sa ta prishim merremi me gjëra që nuk i takojnë asaj. Pra atje kur të mbyllet, lere te toka e tij. Çoja atje te vendi ku ka ler. Vendlindja atje është guri më i rëndë. Po atë e prurë shumë bukur, na vajti mendja dy vende kur ti je si një njeri, do t'ja kthej meshtrat në MMD. Unë vajta për hodo normal zi të kërkoja, që ishte 1850, 52. Kërkoje varez, në varez, gjitha ato atje, tako qoban, tako këtë, tako të trokit në përdyrë. Plaku, më tha, këtu ta ka qenë një vorraxhita nga Kosova, një buri vjetër. Në vajtë e ndoqe dhe atë? Jo, ma tha ky. Ja, e tha ky që e ndoqe, që e kërkove. Ai më tha, që ai i dinte emrat dhe këto që janë si gropa kështu i dinte emrat me saktësinë më të madhe. Mos është ky që më the që ka vdekur. Jo, ai, kohët e fundit ai ku në Kosovë dhe ai ka ndruar jeta, nuk është më. E kështu ka shumë historira, ka shumë. Kështu që e mira është edhe kështu siç janë, të jenë mirë, si themi neve fëmijët, sa kanë bërë ashtu karrierë, sa s'kanë bërë, sa janë mirë, sa janë të jenë mirë kështu siç janë, e të përpiqen, edhe neve të jemi mirë kështu siç jemi, degët të jenë mirë kështu siç janë, po patëm mirësinë në zemër që të mblidhemi të gjithë diskutojmë, dhe kur ulesh në tavolinë, më fal se të pres, duhet bëhet muhabeti pranueshëm, dëgjoj të gjithë. Nuk janë këto, nuk flitet me atë. Jo, ulu, merr atë minutin, ulu. Demokratike ka qenë vatra e Nolit. Bënin mbledhjen e antarësisë një herë në vit. Dhe bënin zgjedhje. Këta u bë më pas 2 vjet dhe kuvendi i fundit më 22 që unë sipas gjyqit do e ndaj që është mbyllur as është mbyllur, që është firmosur as është firmosur. E ka bërë 4 vjet mandat. Ç'a do bësh 4 vjet? Dhe njeriu merr një shtëpi, edhe merr me vrull vitin e parë, ndroi vur këtë, vur atë dhe pastaj hedh gjithmonë na gjë kështu. Po s'ka më ide, e shteroi idenë e tij, se s'do ai ta bëj shtëpinë më të mirën, do ta bëj. Ikën e shet bën një tjetër. Po atje s'ka ç'a bën më. Pas disa vjet. Kështu që njerëzit ta thonë veten e tyre, s'kemi ç'a bëjmë më këtu. Të vi një tjetër. Plus asaj, nuk ke durim ti që je 40 vjeç, të më dëgjosh mua që jam 70 vjeç, nuk flitet me atë, nuk është mënyrë komunikimi ajo. Unë jam 67 vjeç, 70 vjeç dhe kam durimin të komunikoj dhe bisedoj me ty. Ti 35 vjeç se paske me mua? Unë pranoj dhe këtë kanonoren e re, që ka shumë ndryshime esenciale nga tjetër. Thuhet neni 24, është neni që prish punën më të madhe e vatrës. Vendimet që merr këshilli është 33 veta. Ato 33 vota do votojnë. Ata kanë futur kryesin me 13 veta, që merr pjesë në këshill dhe me të drejtë voti. Do me thënë këshilli nuk na që ka për vot 33, po është dhe 13 të tjerë 46. Atëre, ti ja shton në kundërshtim me inen që këshilli ka 33 dhe gjykohet që ka 33 vota, dhe ti voton 46. Nga dolën 13, po jo, po kryesia ka të drejtë. Përse do votoj kryesia ka vendimet e saj në detyrat e saj. Në vendimet e këshillit, këshilli është më i madh se sa kryesia. Këshilli është i dyti pas kuvendit. Kështu që i kanë futur vetëm që të bëhen ato ç'a duan. Po nepotizëm ka. Do të flasësh, do mos ta cekësh mos fol.
No, pyeta kanë aktorë gjëra. Mbase një ditë, do kërkoj një bisedë, bëjmë. Ka plot njerëz që ju i dinë më mirë. Ka plot njerëz që nuk janë dakord me këto, pavarësisht se flasin ose jo. Edhe ne që diskutojmë për më të mirën, çfarë kemi dëshirë që ti më shumë, unë jam shumë më pak. Kam dëshirë, prandaj thash Subi fol, kam duar të dëgjoj. Është që të tregoj ca gjëra. Dhe ne po i tregojmë ato duke ndihmuar njëri tjetrin. Bile kur ngacmon, dalën më shumë gjëra, po duhen ruajtur ato normat që çfarë gjëra duken si privatisht, se mund të jenë disa probleme që unë kam të tjera probleme, unë privatisht, me deg apo me persona, por s'kam pse ti skalojnë nuk ashtu është. Flasim për të përgjithshmen, jo për ulur te tavolina, sa i debati, diskutimi do sjellë ai çfarë më lart, do sjellë zhvillimin. Nëse kjo gjë është konsumuar dhe tavolina s'ke ç'a bën më, shiko gjërat e tua. E marr vesh. Ashtu. Ke ndonjë gjë tjetër Subi për të shtuar se po i afrohemi fundit? Shiko, mos u shtyna kjo që thash po i afrohemi fundit. Që ta wrapim up. Unë të dëgjoj, do të rrim 1 orë, 2 orë tjera, unë të dëgjoj dhe ndaj me pjesë kur ta hedh në... Nuk e di se të kam parë ty me disa që kanë ardhur këtu dhe janë marrën intervistë apo kanë rrëfyer. Po të tërve u ke vënë një gotë përpara. Unë nuk dua të pi, unë nuk pi. Sa të thash, shko si kisha radhitur këtu ushtarët, thash Subi çfarë, po ti se kishe qenë vetë. Ti se kishe qenë vetë edhe... Edhe unë më pyes. Faleminderit. No, ishte kënaqësi e veçantë që të kishim këtu edhe... Respektoj unë, kjo është... Unë s'kam dalë në ndonjë vend të flas, as për vetë. Faleminderit, ishte kënaqësia jonë që të kishim këtu. Nuk e di një rast. Je vlerë shtuar. Këtë për herë të parë. Nuk po flas. Nuk po flas me superlativa apo e një. Nuk kam mend të jem një person publik, dua të bëj punët e mia, duhet të mendimi im personal është, mund të jap më mirë. Mendimi im personal është ti je vlerë shtuar e komunitetit. Kështu e shikoj unë personalisht. Dhe duhet vlerësojnë dhe nuk e teprova kur thash dhe mendoj që ti je një senator, hajde më jep një komunitetit, se komuniteti i ka të gjitha. Dhe duhet të jetë dhe një që shtërmëron. Ke bagazh, familja juaj ka dhënë. Duhet të jetë edhe një tjetër në një fushë tjetër, kështu që komuniteti i ka të gjitha. Nuk janë të gjithë janë pjesëtar. Isha i nderuar. Shumë faleminderit të të shikojmë. Isha i nderuar që të kisha dhe do ta mbyllja me një citat të shkurtër ose një thënie shqiptare. Adheu nuk është vendi ku je lindur, po vendi që nuk e harron. Unë do ta mbyll me 2 varje të një këngë të Labëris. Është si kështu, jo shumë entuziaste, po njeriu bën një jetë dhe në fund mendon dhe fundin e tij që do ikë një ditë si i gjithë njerëzit dhe midis të tjerash në fund kënga ka këto vargje. Do më çojnë para xhamis, do më rri hoxha në këmbë. Dhe do pyes gjithë mileti se çfarë burri kam qenë. Ç'të përgjigje muni shkreti, çfarë kam bërë që nuk kam bërë. Kjo është një këngë. Bravo, të lungoja. Të lungoja, të jap dorën ishte kënaqësi e veçantë Subi. Mirupafshim të gjithëve dhe do na ndiqni të dielën tjetër në episodin tjetër, në episodin e 22. Ky ishte episodi 21 nga mua Altini dhe Subiu. Mirupafshim të gjithëve, ju përshëndesim.